Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e parë të këtij 60 minutë për këtë javë. Një deklaratë e kryeministrit në detyrë Albin Kurti bërë 2 ditë më parë është parë si kërcim dhe shqetësim nga stacioni i komunave të Kosovës. Kurti në hapje të fushatës 2 ditë para se të nisë fushata, duke u reveruar investimeve kapitale që shkojnë për komunat, tha se ato do të ndahen vetëm për ata që sipas tij ndin të punojnë dhe nuk vjedhen. E për diskutuar për këtë dhe planifikimet buxhetore, miratimin e buxhetit e problemet me cilat përballen komunat në mungesë të mos miratimit të buxhetit nga Kuvendi i Kosovës dhe përplasjet e nivelit qendror me nivelin lokal. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak në studio me Sazan Ibrahimin, drejtorin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. KSZ-ja certifikon rezultatet e zgjedhjeve lokale për kryetar në 35 komuna, shpall rezultatet përfundimtare për 3 të tjera. Fillon fushata 6 ditore në 18 komuna, në gjysmën e tyre partitë arrin koalicione parazgjedhore. E në Klollkot kandidati i Unitetit Kombëtar i bashkohet listës serbe. Një serb shtetas i Kosovës dyshohet jetë lagosur e rëmbyer nga gjendarmeria serbe brenda territorit të Kosovës. Për këtë rëmbim, policia ka njoftuar edhe misionin e KFOR-it. Kaja Kallas kërkon nga Bosnia të punojë për të funksionalizuar pambikëqyrje ndërkombëtare. Shefi ABE-s thotë se nuk do të lejohet që historia të përsëritet në Bosnjë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve lokale të 12 tetorit për kryetar në 35 komuna. Me 10 vota për, KQZ-ja certifikoi rezultatet, ndërsa po ashtu u shpallën edhe rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kuvende komunale në 37 komuna. Përjashtim ka mbetur komuna Drenasit, ku ende në Gjykatën Supreme nuk është përmbyllur vendimarrja për një ankesë të parashtruar, ka njoftuar kryesuesi i KQZ-s Krishnik Radoniqi. Janë shpallur rezultatet përfundimtare edhe për zgjedhjet për kryetar në Prishtinë, Junek e Mamush. Radoniqi ka thënë se KQZ-ja ka qenë gati qysh javën e dytë pas zgjedhjeve të shpallë rezultatet e ta bëjë certifikimin, por për shkak të ankesave të shumta që ka pasur në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, ka qenë e pamundur të bëhet. Po ashtu KQZ-ja bëri të ditur se janë gati për balotazhin e 9 nëntorit, ku në 18 komuna do të votohet për kryetarët që do të udhëheqin në 4 vjetët e ardhshëm. Në 18 nga 38 komuna do zhvillohet gara e balotazhit për kryetarët komunave e fushata zyrtarisht ka nisur sot, ndonse kandidatët e partive kanë mbajtur tubime në vazhdimsi. Fushata do të zgjasë 6 ditë. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në vitin 2023, fushata përfundon me hapjen e qendrave të votimit në ditën e zgjedhjeve. Kështu njësoj si në zgjedhjet e mbajtura më 12 tetor, dita ashtu nuk është ditë heshtje zgjedhore, ka thënë zëdhënësi KQZ-s Valmir Eleze. Ndonse fushata zgjedhore është e parapartë të nisë të hënën, aktivitetet e fushatës, subjektet dhe kandidatët i kanë nisur më herët. Marrëveshje për balotazh janë arritur mes partive në gjysmën e komunave. KQZ-ja të hënën do të mbajë edhe mbledhjen ku pritet të certifikohen rezultatet për zgjedhjet lokale në 12 komuna. Partia Demokratike e Kosovës ka arritur sot marrëveshje për koalicion në Mitrovicë të Jugut me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Të dielën PDK-ja arriti marrëveshje me LDK-n për këtë qytet, si dhe për atë të Prizrenit. Ato janë bërë bashkë për garën e balotazhit që do të mbahet më 9 nëntor. Kandidati i PDK-s për kryetar të Mitrovicës së Jugut, Arjan Tahiri, në 2 postime në Facebook, ka thënë se marrëveshjet e koalicionit me LDK-n dhe AK-n janë premtim për qytetin e Mitrovicës. Ai në balotazh do të përballet me kandidatin e vetëvendosjes Faton Pecin. E në Prizren, kryetari aktual dhe kandidati i PDK-s Shashir Totaj ka zyrtarizuar marrëveshjen me LDK-n, të cilën e ka quajtur koalicion për bashkëqeverisje. Totaj në Prizren do të përballet me kandidatin e vetëvendosjes Artan Abrashin. Ndaj marrëveshjeve të fundit PDK-LDK kanë reaguar zyrtar të vetëvendosjes. E Abrashi të dielën po ashtu ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes me Zafir Berishën. Marrëveshje koalicioni janë arritur në gjysmën e komunave. Në 18 nga 38 komuna do zhvillohet gara e balotazhit për kryetar të komunave.
Sreshko Spasić, kandidat për kryetar të komunës së Klokotit nga nisma qytetare Uniteti Kombëtar Serb, është tërhequr nga rundi i dytë i zgjedhjeve lokale dhe i është bashkuar listës serbe, parti që po ashtu ka kandidatin në balotazh. Njoftimin për këtë marrëveshje mes dy subjekteve politike është bërë nga lista serbe, ku është shpërndar edhe një deklarate e Spasićit. Së bashku anëtarët e deritanishëm të Srpska narodna sloga e tani anëtarë të listës serbe do të vihemi në shërbim të fitore së listës serbe në këto zgjedhje lokale, si dhe në të gjitha zgjedhjet e ardhshme në këto hapësira, ka thënë Spasić. Me gjithë tërheqjen e tij nga gara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se do të organizojë rundin e balotazhit në Klokot më 9 nëntor. Në rundin e parë, Božidar Dejanović i listës serbe fitoi 41.38% të votave, kurse Sreshko Spasić 31.23%. Bordi i Asociacionit të Komunave të Kosovës ka shprehur keqardhje dhe shqetësim lidhur me deklaratat e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurtit. Ai gjatë një tubimi të shtunë në Prishtinë 2 ditë para fillimit të fushatës zgjedhore për balotazhin në zgjedhjet lokale të 9 nëntorit, ka thënë se s'do t'u jap para kryetarëve që s'din të punojnë apo që vjedhin. Sipas Bordit të Asociacionit të Komunave, që nga zgjedhjet lokale të vitit 2021, asnjë kryetar komune nuk është akus për vjedhje dhe se përgjithësimet pa bazë faktike dëmtojnë imazhin e pushtetit lokal dhe besimin e qytetarëve në institucionet komunale. Rjeti i organizatave jo qeveritare Avonet ka dorëzuar padi kundër qeverisë në detyrë të Republikës së Kosovës, duke kërkuar anulimin e vendimit për miratimin e projektligjit mbi ndarjet buxhetore për vitin 2026, si dhe ka kërkuar vendosjen e masës së përkohshme të sigurisë për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, raporton Ekonomia Online. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Kenan Gashi, pas dorëzimit të padis, tha se ky veprim është ndërmarrë për të mbrojtur rendin kushtetues dhe parimin e ndarjes pushteteve. Sipas Gashit, qeveria në detyrë ka vepruar në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Së bashku me padin, Avonet ka propozuar edhe vendosjen e një mase të përkohshme të sigurisë me qëllim që të pezullohet ekzekutimi i vendimit të qeverisë në detyrë në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykata. Ky propozim është ngritur në bazë të nenit 99 dhe 100 të ligjit për konflikt administrativ, duke u arsyetuar se zbatimi i vendimit do të shkaktojë dëm të rënd, të papariparueshëm ndaj rendit kushtetues, lishmërisë dhe interesit publik të Republikës së Kosovës. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera, ku një serb shtetas i Kosovës dyshohet se është plagosur dhe rrëmbyer 2 ditë më parë nga Gjendarmeria serbe në Leposavish. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se shtetasi i Kosovës me inicialet MV dyshohet të jetë rrëmbyer brenda territorit të Kosovës, brenda hapësirës, siç njihet .0 në afërsi të zonës Leposavishit, në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku për këtë policia ka njoftuar edhe KFOR-in dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjësi për zonën dhe brezin kufitar. Policia ka bërë të ditur se deri më tani ka intervistuar dëshmitar të rastit, përmes të cilëve janë siguruar informacione se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën, të cilët pastaj e kishin dërguar në territorin e Serbisë, ku sipas dëshmitarëve me një autoambulancë e kanë dërguar në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi. Seancat e parapara për këtë javë në gjykimin ndaj Hashim Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit janë anuluar. Siç kanë njoftuar dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, kjo ka ndodhur për arsye logjistike, ndërsa seanca radhës pritet të mbahet të hënën e 10 nëntorit të këtij viti. Dëgjimi i dëshmitarit që ishte planifikuar për sot është shtyr vazhdimisht. Sipas një parashtese të mbrojtjes së Thaqit, ky dëshmitar ishte planifikuar të dëshmonte më 15 shtator në vend të James Rubin. Sipas
tyre, dëshmia e tij është dashur të shtyhet vazhdimisht për shkak të çështjeve që janë jashtë kontrollit të mbrojtjes. Mbrojtja ka thënë se nëse dëshmitari që është planifikuar të dëshmojë më 3 nëntor nuk dëshmon, atëherë nuk ka asnjë dëshmitar të disponueshëm për këtë javë. Ndërkohë, më 15 prill të këtij viti, prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave në këtë rast. I akuzuari për krime lufte në Panorës të Malishevës, Sërgjan Lazović, është përballur të hënën në gjykatë me dëshminë e një banori të këtij fshati. Zëqir Bajrami ka dëshmuar se ai dhe qindra shqiptar të tjerë ishin zënë rob në shtator të 98-s, ku ishin rahur e torturuar në forma të ndryshme. Zëqir Bajrami dëshmoi të hënën në gjykimin kundër Sërgjan Lazovićit, i akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin Panorës të Malishevës. Dëshmitari konfirmoi para trupit gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë se i akuzuari Lazović bashkë me pjesëtar të tjerë të forcave serbe e torturuan atë dhe shqiptar të tjerë. Ne në po ullur tonë, dhe me thonë, këna po duhet kështu, në kënë shimë në mojë, edhe kujtë të kujtë. Tani këta nuk në cilë rejtit, dhe me thonë, me arme drejtune, para neve, si këtë ju në shkot, këmë më kujtu, bëllë rrugën e parë për tesh. Sipas akuzës së prokurorisë speciale, nga 3 deri më 5 shtator 1998, në fshatin Panorës, Lazovići dhe pjesëtar të tjerë të forcave serbe arrestuan, ndaluan e torturuan rreth 500 civil shqiptar, mes tyre edhe Bajramin që është ftuar si dëshmitar. Kër në kanë dërgu në shkollë, tani në kanë bëgë grumë që të në për klasë shkollës, tani ja kanë pëllu me në thejtë punë të ndarëve. Për shumë në të në kanë më në 2-3 shenë po, do ka posat të hujt nuk i kom gjurë, unë një po për që së në për një nësë klasë, edhe më kanë qudë dhe më kanë pas dhe u me qepe për në rejtë. A i tha se pjesëtarët serb ishin të uniformuar dhe në kokë mbanin shami. Sipas tij, serbët i detyruan të bëjnë edhe gjeste të padëshirueshme. Tani ku na kanë qitë jashtë në kanë bëtu, apo kjo shkam këtu. Këmë këtojtë një farë. Para shkollën në këtë. Në borën e shkollës? Në borën e shkollës. Që aty tani në kanë shtimi që u 3 kishtat, tani në konë me armë rejtë njëve, edhe në theshin me që u 3 kishtat për tjë. Dëshmitari tha se forcat serbe i zonë Mal ku kishin ikur për t'i shpëtuar granatimit të shtëpive të fshatit. Aty u ndaluan meshkujt nga gratë dhe fëmijët. E pandeuri Sërgjan Lazović në seancën e shqyrtimit fillestar u deklarua i pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte. Sipas prokurorisë, forcat serbe pasi dëbuan popullatën civile i dogjën të gjitha shtëpitë e fshatit Panorës.